Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe në podcastin Mishe Thua. Unë jam Nedi, kjo është Jorida, edhe sot kemi ca të ftuar të veçantë, miqtan, Afrim dhe Lavdi Karoshi. Po, sa bukur. Shumë faleminderit që jeni këtu me neve sot. Tani kemi përgatitur disa pyetje, nuk do t'ju çojmë në telashe, shpresoj. Por me vërtet ne duam të edhe që audiencët e ju njoh çik me shumë. Që tregoni pak kush jeni ju, me çfarë merreni, çfarë janë ato ëndrat ose gjërat që ju bëni në jetën tuaj. Ne jemi Afrimi dhe Lavdi të martuar prej gati 25 vitesh, po thuaj se 25. Dhe unë nuk jam mirë matematik, kështu që numrat nuk kanë shumë rëndësi. Kemi 3 fëmijë, kemi pasion të flasim për Jezusin, sidomos në kontekstin online, edhe kemi ndërtuar një kontekst ku komunikojmë shpesh me njerëzit. Përveç kësaj që po thot Afrimi, ajo që bëjmë është që duam të japim informacione dhe burime cilësore që njerëzit të mund të njohin më mirë veten e tyre, të kuptojnë më mirë ambientin përreth dhe të njohin më mirë Zotin. Ne bëjmë shumë gjëra, një podcast siç po bëni juve, po një nga gjërat që e kemi shumë për zemër është botimi i librave. Kështu që kemi botuar libra për fëmijë, libra për adoleshent edhe libra për udhëheqës. Edhe shërbesa juaj ose platformi quhet Albanian Digital Connection. Sa si edhe mund të na tregoni po për këtë? Sepse është, siç e përmendëm pak për pasionin tonë për të komunikuar për Jezusin online, duam gjithashtu që mesazhi të jetë shqiptar për shqiptarët. Duam që të lidhem me njerëzit përmes kontekstit digital, sepse ky është realiteti i ditës sot. Edhe duam të krijojmë një mundësi për njerëzit që të mund të dallojnë se Jezusi është i mirë dhe Jezusi mund të ndihmojë në të paktën në mënyrën si adresojmë ne në disa fusha të jetës. Ne flasim për kulturën, flasim për marrëdhëniet, flasim për kujdesjen për veten, për njerëzit, komunikimin, disa prej çështjeve të kulturës ku ne mendojmë se Jezusi mund t'i përmirësoj më mirë këto dinamika nëse njerëzit vendosin që ta ndjekin Jezusin. Edhe gjithë ky aktiviteti, siç e përmendi Lavdi, siç e përmendëm, bëhet përmes kontekstit digital. Sa bukur. Po, që jeni të sënë. Jemi shumë të zënë. Po. Jemi një skuadër e vogël prej 3 vetash, kemi dhe njerëz të tjerë që na ndihmojnë, po jemi 3 veta që duam të bëjmë shumë gjëra. Po faleminderit që jeni duke vjekur të bëjnë të gjitha ato gjërat. Tani unë duhet të kthehem pak, sepse po mendoj. Afrimi nga Peshkopia, Lavdi nga Kavajes, Veriu me jugun, a mund të na tregoni çik për historinë tuaj? Po, një pjesë të historisë. Ne, siç e përmendëm, vim nga zona të ndryshme. Në fakt jemi njohur në kohën kur ishim student në Tiranë, edhe të dy bashkë ishim të përfshirë në një komunitet ndjekësish të Jezusit në atë kohë online, kështu që ishim njohur përmes atij komuniteti. U bëm shok shumë të mirë për një farë kohe. Edhe unë isha i pari pastaj që doja ta hidhja hapin nga shok shumë të mirë në shok shumë më të mirë. Po. Kështu që unë isha i pari që rash në dashuri me Lavdin. Ishte shumë e lehtë për të rënë dashuri me Lavdin, kështu që kështu filloi historia jonë. Ishim miq dhe pastaj unë desha që ta çoj marrëdhënien tonë në një hap tjetër. Nga që ne punojmë online, nuk kemi një orë online, jemi një orë fizikisht. Jo, në atë kohë online ishte fjalë huaj. Po. Nuk ekzistonte. Nuk ekzistonte. Ishte lapsus. Po. Ne ishim shok, edhe ishim shok shumë të mirë, kështu që siç tha Afrimi donte të ishte çik më shumë shok. Kështu që mori ca kosa, edhe unë rash në dashuri me Afrimin, edhe më ka tërhequr gjithmonë humori që ka edhe inteligjenca që ka, kështu që Po, dhe ato dinamikat. Jemi tani pas
pothuajse 25 vitesh jemi bashkë. Dinamikat me zonat që përmendet i zgjidhem duke folur në gjuhë letrare. Shumë që keni marrë Gjuhë vesh. letrare dhe teremi vesh. Shumë. Po. Unë po bëhem pak, po flas pak mirë dhe po kuptoj çik më mirë në di branche, po afrimi akoma ka nevojë për ca orë më shumë për të mësuar, ka vajzë që dialektin e Shqipërisë së Mesme. Por edhe kjo është e bukur, ndryshimet midis juve, midis kulturës që jeni bashkuar. Jam e sigurt që edhe kjo ka patur çik punë për të kuptuar njëri tjetrin apo jo. Si në çdo marrëdhënie, sepse jemi ndryshe. Po kjo është e bukur me ndryshimet tona. Patjetër. Tani me këtë martesë 25 vjeçar, ju keni përmendur ca gjëra ndryshime midis jush, edhe ca gjëra që ndoshta ti ke mësuar në këtë kohë që të keni një bashkëpunim të suksesshëm, por çfarë janë disa gjëra që duhet të ju keni ndryshuar ose ju është dashur të ndryshoni që të keni një bashkëpunim edhe një martesë të fortë dhe të suksesshëm? Pjesa e parë është siç e përmendëm, ne vim nga kontekste të ndryshme, nga tradita të ndryshme. Mendoj themeli i ndryshimit që të kemi këtë lloj bashkëpunimi ka qenë ideja e të krijuarit të një skuadre bashk, edhe të mos shikojmë ndryshimet, por të mund të shikojmë gjëra që sjellim të dy bashk në marrëdhënie dhe të mund të jemi tamam një skuadër. E kjo shprehet her pas here në të vënit në dukje të aftësive të tjetrit. Një ka ca talente, aftësi, dhunti që unë nuk i kam, kështu që përpiqemi të bashkëpunojmë në një mënyrë që i vëmë në dukje ato. Dhe e kundërta, nëse unë kam gjërat, pavarësisht nga konteksti ynë, ideja e të sjellit bashkë në tavolinë dhe të punuarit si një skuadër, mendoj që është elementi më i rëndësishëm që kemi vënë re në martesën tonë. Shumë bukur, edhe nuk është që shikoni ato ndryshimet si një dobësi, po mund të bëhet një forcë e marrëdhënien tuaj, apo jo? Fiks, në fakt jemi ulur dhe kemi thënë me që vim nga vende të ndryshme, nga zona të ndryshme të Shqipërisë, edhe shumë zakone, shumë gjëra i bëjmë ndryshe, edhe kemi bërë një si tip analize çka ka qenë mirë te martesa e prindërve të mi, që është mirë që ta mbajmë në martesën tonë, dhe çka ka qenë mirë te martesa e prindërve të Afrimit dhe që ta mbajmë në martesën tonë. Po, shumë bukur. Edhe siç e tha dhe Afrimi, ky elementi që jemi bashkë një skuadër ka qenë refren i vazhdueshëm në martesën tonë. Nuk është që Afrimi do vi do japi urdhra në shtëpi, do bëjmë këtë apo do bëjmë atë. Afrimi ka qenë si nismëtari. Jo, ne jemi një skuadër për gjërat që mua mi ka dhënë Zoti dhunti, mbase do je duke të më dëgjuar mua, dhe për gjëra që ka dhënë Zoti atij dhunti do jemi duke dëgjuar atë. Edhe siç thash, pikat e forta të secila nga martesat e prindërve tan i kemi mbajtur, nuk kemi nevojë pse ti heqim apo pse ti luftojmë. Shumë bukur, mendoj që kjo është shumë urtësi, sepse patjetër ka edhe prindrit kanë patur gjëra të mira, po jo. Kemi mësuar shumë në shtëpi. Por tani çfarë bëni juve vazhdimisht ose donjëherë për të forcësuar martesën tuaj, sepse mendoj që është një punë e vazhdueshme, apo jo? Keni gjetur filin duhet të jeni një skuadër, por në ditët e përditshme, në javët, në muaj, 25 vite nuk është pak. Deshat përpara se të themi pikat, desha ta theksoj që këtë mësimi nuk e kemi caktuar ditën e parë të martesës, e kemi mësuar rrugës, kemi bërë shumë gabime. Kështu që këtë të qenit në skuadër bashkë është në fakt si skuadrat normale, pavarësisht se e di se çfarë skuadra, duhet të vazhdosh të stërvitesh, praktikohesh. Kështu që ne po përpiqemi edhe tani mas 24 pikë ca vite. Po përpiqemi. Ca nga gjërat që bëjmë, po synojmë shumë rregullisht. Për shembull, ne përpiqemi të komunikojmë me njëri tjetrin rregullisht për kalendarin, për ngjarjet e javës. Edhe siç thash, her pas here kemi bërë gabim, por kemi të dy jetën tonë, punën, shërbesën, familjen, fëmijët. Edhe ndonjëherë shumë e lehtë të kaloj java edhe të çorientohemi me të krijojmë tension të panevojshëm, kështu që një nga gjërat që kemi përpjekur ta mbajmë në kalendarin tonë është të ulemi të shikojmë orarin, të ndajmë përgjegjësitë, të sigurohemi që gjërat do të ndodhin edhe që e dim se çfarë po ndodh. Ndonjëherë edhe me ngjarje që s'kan lidhje me njëri tjetrin, po të paktën e dim se ku jemi gjatë javës. Kjo është një nga gjërat që përpiqemi të bëjmë shpesh. Një check-in, më thënë.
I rregullt. Tamam, një check-in me kalendar përpara me detaje, po. Shumë. Kur kemi mos marrëveshje, e kemi lënë që sa do e vështirë tjetë për tjetrin, do jemi të sinqertë dhe të hapur me njëri tjetrin. Ca mos marrëveshje marrin 3 minuta, ca marrin 3 ditë, ca ndonjëherë marrin edhe 1 javë për të sqaruar, po që e kemi lënë që neve do jemi të hapur edhe nuk do jemi duke anashkaluar problemin, po do t'ja vëmë emrin problemit dhe do merrem e do punojmë me këtë derisa të dytë jemi rahat me atë çështje për shembull, ose nëse ka diçka në karakterin tim, do punoj me të edhe do t'i kërkoj afrimin që të më mbaj të përgjegjshëm. Në qoftë se ka diçka jam çik nevrike për shembull, edhe kam vënë ca rregulla që të mos i përtas kalamajve, edhe afrimi është personi që më mban të përgjegjshëm, edhe kemi një shenjë që po e kalon cakun edhe iki fare nga kuzhina për shembull, edhe vi pasi qetësohem, kështu që To janë që keni vendosur përpara, që kur vjen momenti, jeni të përgatitur. Shumë bukur. Përpiqemi shpesh të marrim kohë për të shkëputur, nuk ndodh shumë shpesh, sepse jeta, siç e dini, është intensive, por për hir të martesës tonë, nëse kemi mundësi të ikim diku, mundësisht pa fëmijët, e bëjmë, nuk e bëjmë shumë shpesh, po kjo është një nga gjërat që na ka ndihmuar, udhëtime të shkurtra, një natë ose një ditë diku, një vizitë të shkurtër. Një vizitë, një xhiro nga liçeni, sa për të qetësuar. Që me inkurajon sepse ti thoshte që kjo është një gjë që duhet të planifikoni, nuk ndodh rastësisht. Nuk është që të i grihesh në mëngjes dhe të shikojmë si shkon dita, ndoshta dalim. Por duhet edhe një gjë tjetër që bëjmë është që i japim çik hapësirë njëri tjetrit, edhe është si nëse un kam dëshirë të bëj diçka, po afrimi nuk e ka shumë atë dëshirë, më jep hapësirë, mban fëmijët edhe më jep hapësirë që unë të shkoj të merrem atë gjë për të rigjeneruar. Edhe e njëjta gjë me afrimin, nuk jemi duke bërë gjëra bashkë, po ndonjëherë edhe marrim çiko për veten tonë, kështu që jemi dy njerëz të ndryshëm. Kemi interesa të ndryshëm, edhe kemi interesa të përbashkëta goxha, po kemi edhe të ndryshme disa, edhe marrim kohë për hobit që kemi, për të marrim. Vullnetarisht, si thua, unë do të mbaj fëmijët. Afrimi është modest, po. Afrimi po. Jo, shko bëj atë që do, por merre edhe fëmijët. Kemi vënë që nuk funksionojnë pasionet me fëmijët brava, kështu që do duhet me patjetër të Është një klub që jam pjesë tani, edhe ai shumë e shikon që vi ndryshuar kur vi nga klubi duke bërë është për diçka që unë e kam qef, sa ndonjëherë që unë dua të mungoj sepse ka një provim nesër fëmia ose kemi një projekt edhe më duhet të punoj, është si do ikësh atje sepse kur vjen je ndryshe, kështu që e shikon përfitimin. Vërtet, kjo është shumë e bukur sepse unë mendoj që kjo është një investim që ti e duke bërë në jetën e lavdit, por në të njëjtën kohë ti përfiton nga këto gjë, apo jo? Që është shumë faleminderit që e dani këto gjë me neve. Shumë interesant. Ju keni një podcast, Albanian Digital Connection, edhe na keni ftuar, kemi qenë atje dhe na keni shtyrë të fillojmë ne një podcast, një që thua, na jemi këtu sot, është faj tyre. E fajsojmë atyre. Por, pse mendoni, edhe pse na keni shtyrë, pse mendoni është aq e rëndësishme të kemi një podcast për martesën dhe për familjen, se nëse ju nuk kishit të mendim, nuk do të na kishit shtyrë ashtu si që keni bërë. Edhe ju falenderojmë që keni shtyrë. Vërtet. Pse është kaq e rëndësishme një podcast? Jemi të gëzuar që e keni filluar. Edhe kur ju kemi ftuar në podcastin ton, fakt kemi folur për temën e martesës bashkë. Kështu që arsyeja kryesore pse ju kemi shtyrë, mund të ketë disa arsye, po arsyeja kryesore është nga vëzhgimet tona. Martesa është temë e rëndësishme e diskutimit në Shqipëri, por gjithashtu shpesh është temë diskutimi në një kontekst negativ ose në një formë që nuk adreson atë që do donim ne të adresojmë më shumë. Për shembull,
ka shumë diskutime për divorcin. Po. Me të drejtë, numri i divorceve po rritet, është një çështje që duhet adresuar. Por adresimi i divorcit nuk është adresimi i çështjeve të martesës në thelb. Është rrjedhojë e bisedës për martesën, por nuk është e vetmja mënyrë për ta adresuar. Me fjalë tjera, martesa ime nuk ndihmohet duke ditur që ka shumë divorce. Ndoshta mund të mësoj ca gjërat, po gjithashtu diskutimi martesën bëhet edhe nga kontekste tjera negative, ka shumë shaka për martesën, ka martesa përmendet si temë, por nuk përmendet në kontekstin që do donim ne të përmendet, sipas vëzhgimit që kemi bërë. Edhe kemi dashur ju shtym juve, sepse ju e bëni këtë punë shumë mirë. Mendoj që ka vend për të folur për të mirat e martesës, ka vend për të folur se çfarë është martesa, çfarë ju sjell njerëzve, çfarë kontributi ka në dinamikën mes dy njerëzve që janë të martuar, si mund të jetë më e shëndetshme, më e fortë. Edhe jo thjesht të flasim për të si ta ruajmë, domethënë si të kujdesemi. Tani ka shumë diskutim për ta ruajtur institucionin e martesës, po për mendimin tim të ruash institucionin e martesës dhe të ruash martesën mund të jenë dy gjëra krejt të ndryshme. Shumë e vërtet. Kështu që nga vëzhgimet tona, ju jeni një nga çiftet ndoshta të rrallë që njohim në Shqipëri, që ju e bëni fiks këtë diskutim siç duhet, duke folur për martesën, duke ndihmuar njerëzit të jenë duke forcuar martesat e tyre dhe duke pasur marrëdhënie të shëndetshme. Shpresojmë se dëshira jonë është gjithmonë të jemi pozitiv, të jemi personale gjithashtu, edhe praktike. Duam të japim shpresë. Ne kemi pothuajse 25 vite martuar, po juve ju njohim për 24 viteve. Edhe ca nga mësimet që tham që ne i bëjmë në martesën tonë, i kemi mësuar nga juve. Ju mbase nuk e mbani mend, po kemi qenë për konferenca kur ne dhe Jorita kanë qenë folës, edhe disa mësime në rritje me marrëdhënien tonë, në lidhje me rritjen e fëmijëve, ne i kemi mësuar nga juve. Edhe kur shikoj Ned dhe Jurit, nuk shikoj Nedi nga Amerika dhe Jurit nga Norvegjia, unë shikoj Ned dhe Jurit nga Vlora. Shqiptar nga Vlora. Edhe jeni njerëzit, mendoj, më të duhur dhe më adapt, jo për t'ju bërë juve qefin, se ju e dini ne jemi miq për shumë kohësh, jo për t'ju bërë juve qefin, po jeni autentik edhe të vërtet në ato që thoni, edhe nuk e zbukuroni, as nuk e lajkatoni, martesa është kështu siç është e bukur, edhe jeni shembull shumë i mirë, kështu që kush do fliste për martesën tjetër përveç se juve të dyve. Por nga ana tjetër do të doja që të gjithë të flasin për martesën. Dhe kjo është një nga ëndrat tona, është podcasti edhe gjërat të tjera që bëjmë të bëhet si një të ndryshojmë modin e Shqipërisë që të jetë gjë normale e përditshme që ne po flasim për realitetin ton edhe për shpresën që kemi që ne jemi duke ndërtuar diçka shumë të bukur, shumë të rëndësishme, shumë të fortë që do të ketë një impakt jo vetëm për ne, por për shumë të tjerë, për fëmijët edhe për brezat në vijim, që mund të bëjnë një ndryshim. Që të merr ajo shihen pozitive, ku jemi duke folur për martesën, është një gjë shumë pozitive. Është një privilegj që jemi të martuar. Unë mendova edhe për një gjë tjetër, që në fakt juve keni edhe trashëguar shtëpinë tonë në Vlorë, kur ne erdhëm në Tiranë, ju atë në Vlorë edhe keni jetuar, që kemi jetuar edhe të një shtëpi. Jo në të një kohë, por që kemi që histori për bashkët, apo jo? Tani u kujtova për këtë. Edhe me që se da e kujtove, Jorit, ne kemi në shtëpi tani, mas shumë vitesh, kemi në shtëpi një tavolinë druri, ku ka të stolin kështu të gjatë nga dy anë. Si shtëpia që kishte ju në Vlorë para 25 vitesh. Sepse kemi nga shtëpia juaj në Vlorë edhe kemi kuptuar që nuk është vetëm dekorim, është një ambient ku mund të ulesh me familjen edhe të ndërtosh diçka kështu. Ashtu është. Kështu edhe me tavolinën na keni mësuar diçka. Shumë mirë, që kemi lënë një gjë. Jo, është fantastike, por kjo është bukura që jetët e njerëzit thuren bashkë, apo jo, që kemi mësojmë nga njëri tjetri, nuk kemi krijuar të ecim vetë në jetë. Edhe kur jemi të martuar, kjo është shumë e bukur që ne mund të mësojmë edhe nga njëri tjetrin. Po mendova, çfarë mendoni juve, çfarë është një gjë që
është e rëndësishme që dy të flasim për këto gjë, për martesat tona. Çfarë janë, sepse do shta do njerë ne nuk flasim shumë për martesën, ne e marrim si mirëqen, tani u martova edhe kaq. Por çfarë janë ato gjërat që do shta duhet të flasim qik më shumë? Po, si që përmenda, pak të nga vëzhgimet tona, diskutimi shpesh bëhet për efektet negative të martesës edhe nuk flasim tamam për sfidat tonat në martesë edhe për ta bërë më të shëndetshme. Disa prej temave që kemi vënë re ne që do donim të flitej më shumë. Për shembull, flasim shumë pak për sfidat personale në martesë. Tani njerëzit flasin për divorcin, por janë gjëra të vogla që kanë çuar në atë drejtim, edhe biseda për atë kategori është një tjetër kategori tani. Por kemi nevojë shpesh të flasim për martesën si një vend ku ka çështje që duhen adresuar. Edhe nuk ndihemi sikur flitet shpesh për këto. Njerëzit flasin ose flasin kur është prishur gjithçka, që siç thash është një diskutim tjetër, ose komunikojmë ndonjëherë sikur çdo gjë është në rregull. Domethënë kemi vështirë të ndajmë njëri tjetrin për sfidat që kemi në martesë, sepse kemi merak që po folën për dobësitë tona është problem. Kjo do ishte një prej temave që jemi sigur që ka nevojë të flitet më shumë. Unë të theksoja vendin e origjinës, familjen time nga viun, edhe për të bërë një analizë nga viun, pse jam kjo që jam sot, pse i bëj ca gjëra kështu siç i bëj. Edhe për të kuptuar veten, edhe për të folur për këto gjëra, për të mbajtur ato gjëra që janë të mira, edhe për të lëmë një anë ato gjëra që nuk kanë qenë shumë të shëndetshme nga familja jone origjinës. Nuk e dëgjoj shumë që të flitet për këtë, edhe kur e thua ndonjëherë të shikojnë çik sikur je alien, domethënë. Po neve na kanë ndihmuar shumë, edhe mendoj që do ndihmon shumë kur ti e di se kush je, çfarë vlerash ke, a përputhen vlerat që kam unë me vlerat e bashkëshortit tim, ku të gjejmë një rrugë të mesme të përbashkët, edhe të navigojmë jetën së bashku. Tjetër gjë është egoizmi. Nuk e shikojmë njëherë martesën si kur të më shërbej martesa mua, edhe jo që të jap unë martesë, si ti shërbej unë burit tim edhe apo bashkëshortes time edhe fëmijëve të mi. Jo, shumë e rëndësishme, sepse unë mendoj që shumë ne nuk arrim të kuptojmë sa jemi gjyrosur nga preardhja jonë, sepse për mua me duket normale. Në familjen time kemi ngrënë patatet sera çdo ditë, kjo është normale. Kurse të familja në edin të shtakurin, por janë shumë gjëra edhe, mendoj që edhe për neve kjo ka qenë një gjë që kemi vendosur që po është ndryshe, nuk ka të bëjë që njeri ka të drejtë, tjetrin ka gabim, por të flasim për këto gjëra, të mos mendojmë që ai mendon si mendoj unë. Edhe shumë faleminderit, kjo mendoj është shumë e vlefshme. Dhe vlen të flasim për këto gjëra, jo vetëm të mendojmë, por edhe të supozojmë, kjo duhet të di. Po, këtë gjë. Kjo duhet të di. Pse? Nuk kemi folur për këtë. Si mund të di? Ajo është nga një vend krejt ndryshe nga unë, ashtu si që jeni ju. A keni ndonjë këshill të fundit për shikuesit sot? Diçka që nga 25 vjet përvoje së bashku që toni mos bëni si ne kemi bërë, ose kjo është një gjë urtësi që kemi dëgjuar, se kemi përjetuar, kemi mësuar gjatë viteve, një mendim të fundit. Kjo është një gjë që ne kemi, në fakt është një nga gjërat që ja kemi dalë ta bëjmë, por duke pas parasysh edhe si flitet për martesën, si konsiderohet, na duket mësim me vlerë edhe sot. Ne kemi vendosur që kur jemi martuar, kemi vendosur të mos përdorim fjalën divorc në marrëdhënien tonë. As për shaka. Në asnjë kontekst, as për shaka, as edhe mendoj që e kemi mbajtur, ja kemi dalë. Arsyeja pse është e rëndësishme është për të mbyllur, jo vetëm për të mbyllur shtegun mendimeve jo të mira, por gjithashtu për të komunikuar idenë që martesa është një përkushtim. Nuk është, ka element shumë të mirë, romanticitet, shumë gjëra të mira, por gjithashtu jeta ka edhe sfida. Por gjithsesi, martesa, siç e keni folur ju, jam i sigurt, shumë shpesh është një lloj përkushtimi, dhe ai është themeli i martesës. Si rezultat, nuk duam të lëmë hapësira në martesën tonë, as për të menduar, as për të bërë shaka me
dalje nga martesa ose rrugë dalje nga martesa. Edhe gjithashtu i shikojmë pasojat në jetët e njerëzve. Njerëzit bëjnë shaka me divorcin, edhe ndonjëherë flasin sikur s'është asnjë gjë, por studimet thonë, ne e dim nga jeta e njerëzve që njohim që divorci nuk është shaka, edhe si rezultat nuk kemi pse t'i lëmë hapësirë. Kështu që ky do ishte në rastin tonë sugjerimi nga ne, mos lini hapësirë për të dobësuar martesën, qoftë edhe duke përdorur fjalë të papërshtatshme. Edhe kjo është diçka që kemi folur në këtë podcast për beslidhjen, ose një premtim i shenjtë. Edhe nëse ne bëjmë shaka me këtë fjalë divorce, është si të ulim vlerën e këtij beslidhjes, këtë premtim që është jo vetëm i shenjtë, është i shenjtë në sytë e Perëndis, shenjtë në sytë e shoqërisë, se të japësh besë, të japësh fjalën, edhe të thuash ndoshta nuk kam dhënë fjalën tam. Po është ofendim për të gjithë, edhe sidomos për personin që ke dhënë besën, fjalën, kështu jam shumë dakord edhe mendoj se është diçka që duhet të evitojmë 100%. Vetëm do thoja të punuar si skuadër, edhe të kuptuarit të vetes, edhe të kuptuarit çfarë talentesh ka secili, edhe duke i sjellë në tavolinë këto, duke i ndërthurur me talentet që ka burri, talentet që ka gruaja, edhe kjo e bën bashkëpunimin më të mirë, do ketë keq kuptime, po do jetë më kollaj për t'i zgjidhur pastaj rrugës. Edhe për miqtë e mi beqare edhe për mikeshat e mia beqare, do thoja që është më rëndësishme të presin për njeriu e duhur, se sa të shtyen dhe të marrin hapin dhe të martohen me njeriu që i cili nuk është i duhuri. Më mirë beqare se sa të martohesh me njeriu që nuk është i duhuri. Shumë faleminderit. E vlerësojmë shumë gjithë urtësinë tuaj. Faleminderit që erdhët tek podcasti jon dhe jemi shumë mirënjohës edhe për të gjitha ato gjërat që ju jeni duke bërë. Ndoshta nuk jeni duke folur shumë për martesën në podcastin tuaj, po jeni duke dërtuar një basament shumë të fortë për shoqërinë shqiptare, edhe ato gjë që duam të shikojmë ato vlerat që vendi juaj ka. Vlerat që me vërtet shqiptarët nuk duhet të harojnë, edhe jemi shumë mirënjohës që jeni duke trokitur, duke bërë çik shurmë edhe për këto gjë, që shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit që na ftuat. Për modelin që jepni, jo vetëm për fjalë, por edhe për jetën, se jeta jon ka një impakt aty, edhe kështu faleminderit. Kështu ka qenë intervista sot me mishet tua. Faleminderit Afrim dhe Lavdi që ishit me ne. Do vazhdojmë me podcastin, edhe nëse keni ide, nëse keni pyetje, komente, shkruani poshtë, ndani me të tjerët, edhe do shihemi herë tjetër tek mishet tua. Mirupafshim. Mirupafshim. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishet Thua.